Pyetje. Mirë se të gjej, Se erdhe. Datacionin e peshkave që ti ke kaq vite që punon edhe jemi në fazën e vjeljes. Sa ditë ke që ke filluar Po, që? rreth 15 ditë. Si është prodhimi? Prodhimi është i marrë i mirë. Jemi në dorën e fundit të vjeleve. Quhet Grim Solet. Si është përshërtuar? Po, është e shartuar. Dhe është shumë mirë si peshk. Qyve? Ftojmë gjithë fermerët të grumbullojnë faturat dhe depozitojnë faturat tek tatimet. Ti në fund të korrikut do të marrësh 4 milion lekë nga autofaturat që ti do të grumbullon. Do jetë kënaqësi e madhe se nuk është arritur asnjëherë. Kemi skemën kombëtare, kemi 12 masa, 9 masa që janë për skemën direkte, për mbështetjen e fermerëve. Janë masat e tjera, të cilat janë 3 masa që janë për skemën e investimeve, që kështu ti duhet bësh pjesë të aplikosh edhe i bëj thirrje gjithë fermerëve të aplikojnë, të jenë pjesë të skemës kombëtare, për të qenë të mbështetur nga qeveria, por edhe nga buxheti që ne kemi vendosur, është një buxhet për gjithë fermerët dhe duhet përthithur me mënyrën e aplikimit.